Në një kohë kur bota është të trazuar nga konflikti në rritje mes Iranit dhe Izraelit, një deklaratë e papritur ka ardhur nga kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka reaguar ashpër ndaj përfshirjes së Iranit në këtë konflikt të rrezikshëm, duke e cilësuar këtë vendim si një hap të gabuar dhe të pamatur. Kjo deklarat ka ngjallur menjëherë vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe ka vënë në dukje qëndrimin e Shqipërisë në një moment të ndjeshëm për sigurinë globale. Kryeministri shqiptar u shpreh qartë se Irani është futur në një luftë që nuk mund ta fitojë, duke theksuar se Izraeli zotron një fuqi ushtarake dhe teknologjike shumë më të lartë. Ai deklaroi se përfshirja e Iranit në këtë përplasje nuk do të sjellë asgjë tjetër përveç se humbje të mëdha dhe pasoja të parikuperueshme për popullsinë. Sipas tij, nuk ka fitues në luftë, ka vetëm viktima, shkatërim dhe tragjedi që lën gjurmë për breza të tërë. Në këtë qëndrim të fortë, Edi Rama ftoi Iranin që të reflektojë dhe të ndalojë menjëherë çdo veprim ushtarak. Ai theksoi rëndësinë e dialogut dhe të gjetjes së një gjuhe të përbashkët para se situata të përshkallëzohet më tej. Rama e cilësoi diplomacinë si të vetmen rrugë të pranueshme dhe të mencur në një kohë kur stabiliteti rajonal dhe ndërkombëtar është në rrezik të madh. Ai shprehu shqetësimin se çdo përplasje e mëtejshme mund të përhapet në vendet e tjera dhe të përkeqësojë një situatë tashmë kritike. Deklarata e Ramës, ndonse e drejtë për drejtë dhe pa ekuivoke, ka marrë përkraje nga shumë qytetarë shqiptarë dhe personalitetet të politikës perëndimore, por ka ngjallur edhe debatë të nxehta për përfshirjen verbale të Shqipërisë në një çështje kaq të ndjeshme ndërkombëtare. Megjithatë, qëndrimi i tij tregon një angazhim të fortë për paqen dhe kundërshtimin e dhunës, duke vendosur Shqipërinë në anën e fjalës së arsjes dhe jo të armëve. Pavarësisht kritikave apo vlerësimeve, është e qartë se Edi Rama ka zgjedhur të flasë hapur në një moment kur shumë lider politik zgjedhin heshtjen. Ai ka vendosur të mbajë një qëndrim që promovon zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe refuzimin e çdo forme agresioni. Roli i Shqipërisë sado i vogël në arenën ndërkombëtare po bëhet gjithnjë më i dukshëm kur bëhet fjalë për çështje me rëndësi globale. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.